në të gjitha sistemet, pothuajse, pa përjashtim, femra apo gruaja, pavarësisht statusit të saj, përjashtohej dhe privohej nga e drejta e trashëgimisë, po ashtu fëmijët dhe të miturit përjashtoheshin, po ashtu edhe ata familjarë të cilët ishin të pa aftë për shkak të ndonjë mungese fizike që ashtu kishin ardhur në jetë apo gjatë fëmijërisë së tyre kanë pasur ndonjë aksident, edhe ata të cilët ishin të pa aftë fizikisht, edhe ata privoheshin nga e drejta trashëgimore në familjen e tyre. Ndërsa kur i referohemi besimeve fetare, qoftë ai hebrej, qoftë ai krishter, kemi pak dallime kur jemi tek hebrejet edhe tek krishterët, sa i përket normave dhe këtyre rregullave të trashëgimisë, për vetë faktin se edhe tek hebrejët gjithmonë favorizohej mashkulli si trashëgimtar, ndonjëherë fëmia i madh gjithmonë kishte favore të cilat e diskriminonin pozitivisht prej vëllezërve të tjerë të cilët ishin në moshë më të vogël, ai e merrte një hise shumë më të madhe se sa ata të cilët ishin më të vegjël. E njëjta ishte edhe tek krishterët, dhe kur jemi tek gruaja dhe tek femra, edhe tek hebrejët, edhe tek krishterët, përjashtohej dhe nuk i jepej e drejta dhe nuk i njihej statusi i saj si trashëgimtare në familjen e saj.